Aventura që do të shihni është bazuar në një histori të vërtet të hapësirës, dhe ku saktësisht ndodhi që një kukull u shndërrua në njeri. Malena, çfarë ishte ajo? Një anije kozmike. Anije kozmike? Jam në fund në tokë, ul një anije kozmike. Ajo nuk ul në tokë, mami, por është nisur nga toka për në hapësirë. Atëre, Malena, përse nuk ri në portin e tyre ato? A nuk kemi ne mjaftueshëm trafik me satelit dhe radar që sillen rrotull në përqiell? Nuk ka siguri këtu teksa rri ulur. Çfarë mendon ti se kërkon ajo anije këtu? Ai nuk di gjë akoma, por Pinoku do të hip pikërisht në atë anije kozmike. Pinoku? Pinoku. A nuk ishte ai djalë që ti e ktheve në kukull? Po, sikurse edhe e kundërta. Kukullën e ktheva në një djalë. Oh, po, më kujtohet mirë tani. Kukullën që ti e ktheve në një djalë. Kush Pinoku tani, moj bi? Ja ku është, atje poshtë, mama. Kukulla më e papar në botë. Kukulla? Por e dashur, unë mendova se e kishe kthyer në një djalë. Po, ashtu e ktheva. Dhe ai ishte një djalë shumë i mirë në fillim. Bëri çdo gjë për të qëndruar ashtu. Mësonte në shkollë, përpiqej të ndihmonte të tjerët, pastaj pak nga pak, Pinoku i vjetur u rikthye sërish. Filloi që të mos bindej, rastësisht në fillim, por pastaj sa më shumë kohë që kalonte, ai filloi të bëhej egoist dhe i pa edukat. Dhe në fund ai u bë kaq shumë i keq sa që një mëngjes e rigjeti veten përsëri një kukull. I shkreti djalë. A mund ta ndihmosh ti, e dashur? Po. Nëse Pinoku tregon përsëri që ka shumë vlera, unë mund ta rikthej atë sërish në një djalë. Gjepetës do t'i bëj qefi. Ai akoma me Gjepetun jeton apo jo? Po, Pinoku jeton akoma tek dyqani i lodrave në cep të rrugës. Figaro. Pra, planeti Venus ndodhet 35.000 milje larg tokës, ndërsa Marsi është 35 milion milje larg. Unë do të doja që shkolla të ishte 1 bilion milje larg. Jo, bir. Babi, nuk të dëgjova të bie. Sa rënd që nga kjo, e mbajte vetë që nga shtëpia e Astros, eri? Nuk është edhe aq larg. I gjori, babi, sigur të kisha ndihmuar unë. Jo. Çfarë do të bësh me ato dru? Do të gdhëndësh një marionet? Jo, nuk kam më marioneta në ditët e sotme, i dashur im i vogël Pinok. Fëmijët e sotëm nuk i duan më lodrat e vjetra, kështu që ky qeni i vjetër duhet të gjejë një hile tjetër. Jo, nuk po flas për ty Figaro, po për qenin e vjetër. Dëgjoj këtu, Pinok, unë tani do të gdhen një anije kozmike. Mos u zgënjeve? Unë mendova se do të pëlqente shumë. Nuk ke dëshirë të bëhesh një astronaut? Shumë djem në moshën tënde e kanë këtë ëndër. Të studioj gjithë ato gjëra të hapësirës, unë jo një herë. Pinok. Po kështu është, babi, kujti duhet distanca e tokës me Venusin dhe Marsin. Ti dhe unë nuk do të shkojmë as gjikundi. Unë ndoshta jo, por ti mbase po. Sepse ti e i ri bir, mbase në jetën tënde mund edhe të udhtosh nëpër planete. Por thelbi nuk është ky. Thelbi është që asnjë mësim nuk është kot. Ajo që mëson në shkollë ti, more bir, të ndihmon të bëhesh njëri më i mirë. Por unë nuk jam një njeri si gjithë të tjerët. Si fillim duhet të kthehem në një djalë të vërtet. Uroj të ketë ndonjë mënyrë. Ende presim këtë program që t'ju sjellim një buletin special. Sateliti i madh Kozmos i Shteteve të Bashkuara, i nisur pak më parë, sonte është përplasur keq me një balenë që sillej rrotull në hapësirë. Kozmos është sateliti i tretë i shkatëruar këtë javë. Ekspertët besojnë se valët që transmetohen nga satelitët e kanë inatosur atë. Dhe për këtë, ajo është nisur në hapësirë gjendosur.
Dhe deri tani shumë përpjekje për ta vrarë atë kanë dështuar dhe ajo vazhdon të lëvizë në hapësirë që shumë muaj më parë. Dhe biologët detar këtu theksojnë që mutacionet e çuditshme si milingonat fluturuese, ketrat fluturues dhe peshqit fluturues mund të jenë përgjegjëse për evolucionin e fundit të balenës fluturuese. Por biologët e hapësirës nuk janë dakord. Por ata thonë që balenat e hapësirës mund të kenë ardhur vetëm nga një planet tjetër, ngadoj që ta ketë origjinën një shpërblim i madh ofrohet për kapjen e saj. Le t'ju lëm tani në shoqërinë. Kohë të çuditshme po vim, Pinok. Një balenë fluturon në hapësirë. O zot, unë duhet të shkoj atje të peshkoj me një grep gjigant, ta hedh mes zjarreve dhe pastaj me ta kapur ta mbledh mirë e të fitoj shpërblimin dhe ne nuk do të jemi më të varfër. Dhe kështu i tregoj Zanas që kam vlera dhe ajo do të më kthejë në një djalë përsëri. Të kapësh balenën, a? Po për të shkuar deri atje me çfarë do të shkosh? Për të shkuar? Mua rrezik do të më ketë ngrënë balena më përpara. Babi, a mendon se unë do të kthehem përsëri në një djalë të vërtet? Nëse ti me të vërtetë do këtë birim, do të bëhet patjetër. Por tani duhet të shkosh në shtrat se është vonë dhe nesër duhet të ngrihesh herët. Natën e mirë, babi. Natën e mirë, Pinoku im i vogël. Sa do të doja të kisha edhe një mundësi tjetër për të kthyer në njeri përsëri. Pinok! Po, babi! Pinok! Oh, ja ku je. Mere këtë birë, mere. Oh, babi! Mere pra se do të duhet të blesh drekën në shkollë. Po ti, babi, çfarë do të hash pastaj? Jo, mos u bëj merak për mua. Se unë kam të tjera për të ngrënë. Kam djathë për drek dhe pak bukë në darkë. Është më se mjaftueshme për një burr plak si unë. Pastaj ku i dihet birë? Ndoshta mund të shes ndonjë orë sot. Eshe? O zoti madh, shkoj ora fiks. Nisu pra se do të bëhesh vonë për në shkollë. Miru pafshim, babi. Një ditë ne do të bëhemi të pasur. Ke për ta parë? Miru pafshim tani, birim. Dhe mundohu të mos allakatesh rrugëve. Do të cilem mirë. Figaro, eja me një herë këtu. Bën mirë të shkosh, Figaro. Ti e di çfarë tha mësuesja ime erën e fundit që më shoqërove në shkollë? Hë, pra tani, Figaro. Eja këtu, eja. Do të jap një kock. A ju mërzit me ne? Oh, do ta kaloj, mos ki merak. Bën mirë të lëvizësh për në shkollë, birë. Dhe mos harro, mos u hallakat kot rrugëve, dakord? Do të shkoj drejt në shkollë. Ta premtoj, babi. Çfarë mëngjesi? It's a goody good morning and a goody good day. It's a happy dappy dippy dappy lollipop doozy all the way. And a goody good morning, howdy do to you all. Gonna have a happy dippy dappy lollipop doozy of a ball. Singing la-di-da-da and a doopy-doo-doo. You can come with me, but you gotta be kinda crazy, upsy-daisy too. What a goody good morning. Throw your worries away and you'll have a happy dippy-dappy lollipop-doozy of a day. Mëngjes i shkëlqyer apo jo, Gruvi? Shumë i bukur. Nuk ka më mirë se aroma e mëngjesit në pyll. Ja, në hata ajri.
Fantastike. Parfumi vërtet, jo si plurin bytës i ajrit të qytetit ku ishim mbrëm. E di, ne duhet të falenderojmë sherifin që na drejtoi në këtë fshat. Prezuria ime duket. Gjepura, asnjë nuk na përzën. Le të vazhdojmë rrugën që kemi nisur. Në fakt, tani është momenti që ne prit 1 minutë. Shikote. Pinoku. Po herën e fundit dëgjova që Zana Amalejn e kishte kthyer në djalë. Kështu më thanë mua. Grovi, sonte ne do të rrim këtu. Eckte. Në që ande erdhëm. Në të vërtet nuk ka si një mëngjes në fshat, ku ajri është fantastik dhe dje era parfum, Grovi. Dhe teksa ecën rrugës të duket sikur sheh imazhin e mikut ton të shtrenjtë Pinoku. Oh, përshëndetje zoti Shark dhe zoti Grovi. Unë jam vetë Pinoku. Ti po thua që je Pinoku? E pamundur, sepse Pinoku është djali vërtet, ndërsa ti je... Pinoku jam me të vërtet. Por unë bëra shumë gabime kur isha djali vërtet. Dhe u shndrova përsëri në kuku. O, Satur! Por nëse i tregoj vlerat e mia përsëri Zanës Blu, do të më kthej përsëri në djalë. Këlqyeshëm! E shikon që edhe pse kukull e ke një shans të dytë? Dhe me që është kështu, dhe me që unë dhe Gruvi përfaqësojmë një profesor i cili merret me hipnotizime, besoj e di se çfarë janë. Ne morëm vesh se profesori po kërkon një asistent të ri. Si kush që ditë të qep dhe... E kishte vendim. Por ndoshta ne të gjejmë edhe ty një vend në shfaqje. O, zot, më pëlqen të dal në skenë. Por kam frikë se nuk mundem. I premtova babit se do të shkoj në shkollë. Sigurisht që ke për të paguar për këtë punë. O, zot, ne me të vërtet që na duhen para. Por unë premtova. Unë e di që do ta gjejmë një rrugë zgjidhje, Grovi. Haja pak këtu ti. Ty duket shumë i paditur, ndaj mbase ja vlen. Më thuaj pak birë. Nuk do para ti për baban tën të varfër? Ta tregosh veten që vlen edhe të kthehesh në një djalë të vërtet përsëri? Unë të ndihmoj që ta bësh këtë. Nëse unë kap astrobalenën. Kapësh astrobalenën. Ai do bëj të pamundurën. Ai do bëj të pamundurën. Prit pastu. Përse nuk mund të bëj të pamundurën ai? Gjërat pamundura po ndodhin gjithandej rrotullesh. Vërtet? Sigurisht. Theoretically, every bumblebee is unable to fly. But necessity is the reason he has to take to the sky to make the flowers grow and the honey flow. Even though they said it couldn't be done, he does it and has a lot of fun. By doing the impossible, oh, it takes a little time. Doing the impossible never is impossible once you make up your mind. A hummingbird can fly backward way up high or just hover in the air. His wings move so fast, he can really cast shadows that aren't even there. And tiny as he is quite a whiz, doing what they said could never be done. He does it and has a lot of fun. By doing the impossible, though it takes a little time. Doing the impossible never is impossible once you make up your mind. A little spider can build bridges stronger than even iron or steel. With his magic thread he can spin a web square or round as a wheel. And during his career as an engineer he does what they said could never be done. And furthermore has a lot of fun. By doing the impossible, though it takes a little time. Doing the impossible never is impossible once you make up your mind. Unë mund t'ja dal mban, unë mund t'a kap astrobalenën. Të thotë edhe profesori, për të cilin të fola që është hipnotizues. Ai bën njerëzit të lundrojnë në ajër nëpërmjet makinës së tij hipnotizuese. Të hipnotizoj Astron?
Jo vetëm Astron, për të gjithë ata që qëndrojnë afër atij. Ky është problemi. Si t'i afrohemi atij? Ai nuk vjen asnjëherë poshtë në tokë. Vërtet, ajo nuk mundet, por një ditë ti do të fluturosh në hapësirë. Fjalët e babait. Po, ka të drejtë baba yt, por kur të vi dita që ti të jesh gati, më thuaj, a di ti të hipnotizosh një balenë? Jo, si? Mjetet të lutem, dhe me që unë kam disa video mësimi, pa. Kjo është profesor Fros Mjeshtër i Paqes. Hipnoza është e thjeshtë. Ai burri që ka shkruar këtë libër ka të gjithë pushtetin në duart e tij. A funksionon vërtet ajo? Sigurisht. Eja këtu, Gruvi. Shiko këtë. Gruvi, tani shiko në sytë e mi. Shiko aty. Ti je një pinguin. Pinguin. Ti je një pinguin. Shikoje pak, një sjellje pinguini. Ja dhe gurin si pinguin e mban. Pra Pinok, si thua, do ta blesh? Do ta blej librin. Sa kushton ajo? Me që unë vetëm një kopje kam, dhe është edhe periudhe uljes së çmimeve. Mund ta blesh vetëm me $1, djalosh. Oh, mos, unë vetëm $1 kam. Faleminderit, ja tek e ke librin. Fundja për ty e ulim. Çmimi në kapak është 15 cent. E po, me që ka kaluar dorë më dorë, shpimi rritet djalosh, kështu që e Gruvi të ikim, si ta se u vënuam. O zot, ati iku që tani hipnoza. Hipnoza? E po, unë zbatova vetëm kapitullin e parë të librit, se kapitulli i fundit të mëson se si ta bësh të zgjas. Gruvi! Doing the impossible never is impossible once you make up your mind. Kisha gabim për ata të dy unë. Ata janë vërtet dy zotrim burra të ndershëm. Hipnoza është e thjeshtë. Si të hipnotizosh miqtë e tu në shtëpi për gallat dhe përfitim në 10 leksione të thjeshta. Mësimi 1. Gjej subjekt të përshtatshëm. Përpara se të tentoni të hipnotizoni një shok, mirë është të gjeni një tjetër objekt. Sa më i vogël, aq më mirë, sepse të japin më shumë lehtësi si fillestar. Me të gjetur një subjekt të përshtatshëm, shikojeni mirë drejtë në sy dhe thojeni: "Unë jam zotria juaj." Pastaj përsëritini vazhdimisht se subjekti nuk është ai vetë, por dikush tjetër, dhe ai do ta besojë vërtet këtë. Shiko në sytë e mi. Ti je një pinguin. Je një pinguin. Ti je një pinguin. Duhet të kem bërë diçka gabim. Nëse hipnoza nuk funksionon mbi subjektin, atëherë kjo ndodh sepse ndoshta është ushtruar shumë presion mbi të. Në rast të tillë tregohu më i butë kur jep komandën. Lejoje subjektin të mendojë se është ai që është. Dhe fillo sugjeroj se është një statuj, jo në gjendje por të lëvizur. Ti je një statuj. Ti je një statuj. Ti je një statuj. Po funksionon, unë jam një hipnotizues. O zot, vetëm sa të jem sy më sy me atë patën unë. O, Astro, unë kam për të kapur. Unë kam bërë ti, qëfar do të bësh këtë më vjedhe shania, na? Si e ke punën, Marbos? T'ka ngërën masja gjuën? Nuk e diti që nuk duhet vraposh aty kur zbresin anijet kozmike? Pa prit njërë, më lejo të shikoj pak më mirë. Edhe
tani le të shikojmë se sa i fort je ti për një udhtim me një anije kozmike. Gjunjë prej druri, shumë primitive për të qenë një robot. O, zot, çfarë shurme që bën, pse të këcasin dhëmbët ty, ti nuk e frik apo jo, a? Jo, zotri. Përse më goditet i mua, çfarë thash, unë çfarë thash? Më vjen shumë keq vërtet, zotri. Nuk doja që t'ju... Çfarë është kjo, një armë sekrete do thuash? Jo, zotri, hunda ime. Ajo rritet sa herë që unë them pak a shumë jo gjithmonë të vërtetën. O, sa e bukur kjo. Pa prit pak ti po flet me të vërtet apo ka ndonjë hile këtu, a? Unë po flas. Do ta quaj ti këtë gjës një marsian tipik? Jo, zotri. Jo tipike. Unë nuk jam marsian. Sigurisht që je marsiane. Çfarë do të bëjë në Mars ti po të mos ishe marsiano i marr, a? Këtu nuk jemi në Mars. Oh, mirë, këtu ndryshon puna. Nëse nuk është Marsi. Jo, zotri, kjo është toka. Toka? O, gjepur, aty duhet jesh gabim. Nuk mendoj kështu. Shiko, është këtu në librin tim të shkencës. Pa prit pak të shoh. Toka, planeti i tretë larg diellit. I treti larg diellit, a? O, kjo shpjegon këtë sepse Marsi është i katërt i larg diellit. Unë me siguri kam kapërcyer orbitën e Marsit dhe kam zbarkuar në tokë. Di, unë mendova një herë që ky planet dukej pak blu krahasuar me Marsin e kuq. I gjori unë se shefi merr vesh që nuk i lexoj dot mirë hartat unë. E pa më thuaj ke emër ti apo ju përdorni numra atje ku jeni? Mua më quajnë Pinoku. Po ti si quhesh? Unë jam Nërtëll. Breshka Nërtëll? Breshk? Pse si breshk të duke mund ty more? E po... Unë jam një breshk, që është ndryshe nga breshkat sepse ne vim që nga majat më të larta të planetit të murm. Po të kishe tru do ta kishe dalluar ndryshimin me njëherë. Ti ke ardhur nga një planet tjetër? Sigurisht që po, planeti murm i breshkave, Turtle di Turtle Dami. Edhe tani unë duhet të lëviz patjetër. Ku në planetin e breshkave Turtle di? Jo, në Mars. Mund të mbash një sekret vogël ti? Unë jam agent special i TV8. Grupi ynë i inteligjencës më ka dërguar mua që të zbuloj qytetrimet pa njohura akoma. Në Mars? Misioni im është të investigoj për radiacionet çuditshme, aktivitete atomike të cilat supozohen të jenë pa jetë. O zot, radiacionet ndoshta mund të vinë nga toka. Ne kemi aktivitet atomik. Loj fëmijësh, shkencëtarët tuaj vetëm sa vin rrotull me hipoteza. O baba, unë po vonohem me agjendën, duhet të shkoj patjetër. Ika Pinok, do të qihemi vërdall. Mirupafshim Nërtëll, zbarkim të mbar. Oh, Nërtëll, ki kujdes nga Astroja. Kush është Astroja? Kjo është ajo që duhet të trem më shumë. Është balena e hapësirës. Çfarë? Balena e hapësirës? Po kjo është e tmerrshme, është një udhtim i pasigurt. Po pse nuk e kanë shmangur apo ta kapin gjanëm? Sepse asnjë nuk di si ta bëj këtë. Asnjëri nga ky planet i madh, a? Asnjë. Përveç meje. Unë mund ta hipnotizoj atë, nëse më jepet mundësia ndonjëherë. Ja ku je Pinok, ja ku e ke mundësinë. Mbase mund të ndodh ndonjëherë të udhëtosh në hapësirë në jetën tënde. Do të shkoj drejt në shkollë, babi, të premtoj. Nëse do që të fitosh para për babain tënd të varfër, tregoje veten që vlen, bëu përsëri ideal. Dhe mos harro, mos u allakat kot rrugëve, biri im. Pase një ditë edhe ti do të fluturosh në hapësirë. Ec përpara Pinok, ke kohë sa të duash nesër për në shkollë. Nërtëll, prit! Unë mund të vi ta hipnotizoj atë. Me të vërtet? Oh, atëre ja hip djalosh. Gati! Qetësi që është apo jo? Po ti, ku e ke kaskën? Nuk më duhet, nanie, pasi kam këtë sferën mbuluese që më mbron. O, zot! Tani që po e mendoj, po mua nuk më duhet një tillë në Mars? Harrova që jam kuku. She e gjë gjanë si balen? Jo, mbas ajo po lëviz në anën tjetër të tokës. Ose është fshehur mbrapa hënës. A je sigur që mund ta bësh këtë ti apo? Po të mos isha ti do ta dije. Po, kjo është e saktë. Kapi pra djalosh se nuk është rasti të luash me këtë, Pinok.
Letso, nuk është asgjë, është vetëm një flak. Shpërthime ka gjithmonë për shkak të nivelit lartë të gazrave rreth planeteve. Është normal. Atëherë pse lëvizin instrumentet? Sepse është rezistenca që bëjnë ato instrumente për të mos futur shpërthimet brenda. Hey, sa shpejt që po ecim, a? E po, na duhet vetëm të vazhdojmë rrugën tonë dhe të shpresojmë për më të mirë. Akoma asnjë shenjë të Astros. Ti më duke shumë i zhgënjur kështu. Ne jemi 34 milion milje larg diellit. Në mes një stuje kozmika dhe ti do të kesh edhe një dëshmitare balen që na bën se ir. Fal Zotit nuk është rrotull, thua ajo Zoti i Madh. Ja ku është Marsi, ja atje. Wow! Ky planet që ka vërtet i kuq, apo jo? Si mundëm të arrim kaq shpejt? Shpejt? Ne humbëm shumë kohë në atë stuhi. Ullu mirë, Pinok. Do të futemi në atmosferën e Marsit shumë shpejt, por pa termometër unë nuk e dalloj dot kur fillon dhe mbaron atmosfera dhe mund të digjemi për një herë pa e kuptuar. Po nu atë diçka dhe ti, a? Si për shembull? E po, pak si dru. Si dru që digjet. Dru? Jam unë po marr flak, po. Më fal, Pinok, por më duhet ta bëj këtë. Edhe një sekond tjetër dhe ne do të kthehemi në një oxhak që merr flak. Por kur do të zbarkojmë? Ja, edhe pak. Sa t'i afrohemi planetit dhe pastaj do ngatëlsojmë. Ajo që shohim më duket se është poliverior, por pa instrumenta nuk mund të jemi sigurt fare. Ai duhet të jetë një nga kanalet e famshme të Marsit. Është edhe një nga ngushtimet më të gjata që kam parë ndonjëherë. Shtrëngo ritmin e sigurimit, se po zbresim poshtë. Mirë se erdhe në Mars. Në emër të planetit Tok, unë ju falenderoj. Unë nuk shoh ndonjë recepcion këtu, po ti she? Nuk ka fare shenja jete. Me siguri jemi në mes të një shkretë të tjera. Nuk ka rëndësi se ku kemi zbarkuar, por prap në shkretir jemi. Nuk ka oqean në Mars as një shenjë uji për të pirë, ha. Hajde dalim tani. Rërë që nga kjo. Ples veten çfarë bën aq të rrallë. Duhet jetë oksiduar, kupton e mbetur. Më përpara mund këtë pasur shumë oksigjen këtu, por jo më tani. Por nëse këtu ka njerëz, atëherë si marrin frymë ata? Shhh, këta kemi ardhur të zbulojmë këtu. Unë po shkoj të shoh se çfarë ka atje tek ata malet Pinok. Ti rri këtu. Oh jo. Unë po vi me ty. E nga se ke frik? Nga njerëzit që mund të marrin frymë pa oksigjen. Pra tani mos bëj kështu. Përse nuk fluturojmë deri atje Nërtull? Ato male janë vërtet shumë larg. Jam më afër nga sa mendon ti. Marsi është më i vogël se Toka dhe rrezja e shikimit është më e vogël, madje ndryshon dhe graviteti. Ato male janë vetëm një hap. Kërcim së gjati dhe kërcim së larti. Wow! Por si e bëri ai këtë? Edhe ti mund ta provosh. Provoje. Ej, shiko si re, nuk qënë ke fare mirë në kërcim së gjati. Le të provojmë kërcim së larti. As për kërcim së larti nuk qënë ke i mirë. E po për diçka duhet jesh. Kërce! Pia ku jemi, u desh pa ko, por ja dolëm ban tani. Pa të shojmë çfarë mund të shohim. Nërtull, a nuk duket ai atje si një gjymbaç, si një kaktus? Unë mendoj Pinok që është një kaktus që po rritet në detin vend dhe mendoj që dikush i ka mbjell atje.
Ai mund t'jetë kanali ose ngushtica që pam ne të dy nga lartë. Duhet rrjedhuj nga diku dhe besoj se do t'jetë atje afër ndoshta. Dy hëna! Dy hëna! Shiko! Dy hëna pra janë. Ajo në të majtë është Pobo, si tjetra është Daimos. Dy hëna, o zot sa romantike. Mund të shosh dhe yje gjithashtu, dhe në mes të ditës madje. Po, kjo është sepse me që jemi larg nga dielli, qielli duket i errët në krahasuar me... Larto! Po çfarë ndodhi? Si është puna? Ai atje nuk është një yll. Çfarë nuk është yll? Ku? Atje larg, pikërisht përballë nesh. E she? Befasuese. Çfarë është ajo? Mendoj që është një qytet. Që ka një qytet? Të paktën ashtu duket, vetëm nëse gabohem. Duket si një grumbull godinash edhe ndërtesash. Do të fluturojmë atje dhe të edhim një sy nga afër. Çfarë është kjo zhurmë? Janë gjojnët e to që kërcasin së bashku. Kam frikë. Ke frikë? Ti? Nëse ti mund të hipnotizosh një balenë, pse shqetësohesh për disa marsian të vegjël? Hipnotizimi, pa dyshim. Për pak e harrova atë. Do t'i shoh drejtë në sy marsianët dhe do t'i ngrijë në vend. Tani po flet, a? Ikem atëherë. Pa prit pak. Ata supozohet që nuk kanë sy, vetëm ndjesi. Problemi me ty është se ti mendon se në hapësirë çdo gjë është e frikshme. Jam shiko mua, unë nga hapësira vi. Ke parë dika më të këndshëm se sa unë? Nartëll, ku shkoi Ania? Përballësh, nuk e shikon, është zhdukur. Zoti madh! Çfarë është ajo? Duket si gafore, një gafore e madhe. Mbase i duket Ania si diçka për të ngrënë. Po e hedh lart e poshtë si lodër. Po, por nëse ai e prish atë lodrën, unë dhe ti nuk themi dot në shtëpi, e kupton këtë? Do të thuash, duhet bëjmë diçka. Mendon se mund ta hipnotizosh atë gjën e madhe? Por nuk e kam as idenë për masën së tij. Përdor mendjen tënde gjeni. Prit një minutë. Një gafore tjetër rëre. O zot, edhe një tjetër. Ai po drejtohet nga e para. Ajo po shkon ta shtësoj. Ndërkohë që ata zjene mund të shkojmë të marrim Anien, si thua Nërto? Nëse do t'i ngelet në një copë thuaj. Ki mëndjen tek sa ata po zjen, ne do të shkojmë të marrim Anien. Kur të them unë nisemi. Nisu! Partner, gaforet e tërbuara të Marsit nuk maten dot me breshka. Unë nuk jam një breshk. Jo, në fakt, Pinok, por mund të ishe. Nërto, po ti ja mendon se Marsi banoi të gjithi nga gaforet e Jo, gaforet nuk ndërtojnë dot një qytet, nëse do të thuash këtë. Jo një qytet si
O zoti madh, çfarë mund ta ketë goditur këtë vend? I shembull një qytet i tërë. Nuk ka mbetur asnjë godin pa u goditur dhe asnjëri i rrugëve. Mbase është goditur nga një meteor. I gjithë qyteti, ha? Një shi meteorik ose një asteroid për shembull. Ose nga një balenë gjigant. Jo, tani Pinok, le të mos bëhemi. Kjo duket tamam si gjurma një bishti gjigant apo jo, ha? Astroja. Astroja, jo nuk mundet. Duhet i shoh gjërat në mënyrë shkencore dhe duke folur me shkencë, unë do të thoja që një asteroid gjigant i cili është shkëputur edhe udhton në hapësirë. Po, patjetër ashtu duhet jetë, edhe unë jam i bindur për këtë gjë. Ja, këtej mund të ketë kaluar Astro. Vë-bas që ka qenë Astro. Në fakt më duket si një formë peshku ajo atje. Ato janë anije kozmike. Aha! Shefi kishte të drejtë, hipotezat ishin të sakta. Pinok, ja ku po shohim një fakt shkencor të asaj që është apo ishte një qytetërim i hershëm jam këtu. Prit pak sa ta dëgjojnë këtë në planetin tim të dashur. Babi nuk do ta besoj kur këtë. Do të besoj se s'do të rritet hunda. Duket si radiacion. Po vjen që nga godina që sapo kaluam. Prit pak, pa ulemi poshtë tani me njërë. Por, a mendon se është e sigurt? Pinok, kur unë jam bërë agent sekret, bëra një betim. Agent sekret, kur mos ki turp, ti ki guxim të madh edhe kur mos u tut. Nëse para ke një mister, agent sekret gjeje ti psen. A e kuptove tani pse duhet të zbresim? Anijet janë në rregull edhe duken si anije lufte. Nuk më pëlqen pamja këtyre, Pinok. Përshëndetje! Ka njëri në shtëpi! Dëgjoje këtë radiacionin këtu. Ëndri është pajisur me një aktivitet atomik tepër të madh. Guvën toksore. Do të kenë një forcë atomike shumë të madhe në këto makineri që furnizojnë mbase gjithë qytetin. Edhe mbase mund të bëhet fjalë për një popullim që ndodhet poshtë nesh në këtë moment që po flasim tani. Por çfarë do të jetë duke bërë aty poshtë? Mbase marrin oksigjen sepse mungon në sipërfaqe. Kjo i ka çuar ata pikërisht atje poshtë. Por këtë pjesë të aktivitetit ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Zoti madh, këto makinerit komplikuara nuk I kemi as në Turtle D. Të pak të ndoqëm shkallët edhe gjetëm rrugën edhe dalja duhet jetë atje me sa duket. Më bëhet qefi që mund të shohim rrezet dielli. Është shumë errësirë këtu brenda. Një kanal I nëndeshëm që me sa duket përmban ujë. Gafore të egra, si ato që pa për jashta, por më të vogla. Për masat vogla, siç më pëlqejnë mua. Po të tjerat se ishin aq nda? Gafore të tjera rëre, por forma e tyre është ndryshe. Këta duken si akrep, gjithë këta krijesa shkretëtire. Mbase marsianët I shesin krijesat e tyre të shkretëtirës. Mbase po? E ka diçka që lëviz aty mbrapa, por nuk po e dalloj se çfarë është. Ajo më duket se
Shiko gjithë këta demon gjigant! Ato gaforet të mdha që pam atje, me siguri kanë ardhur nga kjo guva këtu. Edhe po të them diçka tjetër. Kam një bindje për këto e kërcira. Se dikur ato kanë qenë të gjitha të vogla, por diçka në ushqimin e tyre i bën ato të bëhen kaq gjigante. Ja, kjo këtu është. Ato bëhen gjigante se psojnë mutacion. Janë kafshë që kanë pësuar mutacion dhe janë kthyer në gjigant. Mutacion? Po, kafshë që pëson mutacion është ajo që duket paksa ndryshe nga gjithë të tjerat, si ajo. Ai ka qenë ashtu më përpara, por tani ai duket po është ndryshe edhe kaq. Por përse dikush dëshirojnë që kafshët e vogla t'i kthejnë në gjigant? Nërtëm, unë mendoj që marsianët nuk janë të mirë, prandaj. Gjepura, me siguri ka një shpjegim shkencor për këtë. Me siguri këta marsianë kurdo dhe kudo që janë, ata në fakt... Ta them unë përse, sepse ata duan të shkatrojnë të gjithë botën. Prandaj ata krijojnë mutacione me kafshët gjigante që të shkatrojnë gjithçka. Dhe pastaj unë vetë kam dëgjuar në televizor që Astroja mund të jetë një mutacion nga një planet tjetër. Vëbas që Astroja ka lindur këtu dhe i ka bërë copa krijuesit e tij, bashkë me qytetin. Kjo ideja më qesharake që unë kam dëgjuar. Dhe kjo mungon të tani që Astroja që nga rritur në këtë kanal të vogël këtu. Astroja duhet jetë bërë aq i madh sa një ditë ja ka mbathur nga ana e pasme e kanalit. Dhe pastaj, çfarë ndodhi daljes? Është rër! Blokuar me rër! Na ka zbuluar! Marsianët po mbulojnë tunelin! Nga shkallët shpejto! Pinok, duhet ikim që këtu me njerë. Po se kur të frynë shumë. Nuk frynë më shumë, jo. Ky planet është i gjithë i shkretir. Kur kastu i rëre ka dhe kaq. Tani le të lëvizim përpara se rërat na shkatrojë radar të anije son. Shikoj qytetin e marsianëve, gati po mbulohet. Studia e rrës do të rri deri tek radiatorët, jo më shumë se kaq. Është edhe fundi një misteri që nuk do zgjidhet kur, Pinok. Kush po i shndron kafshët në gjigant? Dhe përse? Por tani unë mendoj sa po u shkatruan të gjitha ato krijesat mrekullueshme. Të gjitha përveç njërës. Astro është ende akoma në hapësirë. Çmenduri. Ajo atje duket si një asteroid, por nga po vjen ky tym i madh, Pinok, ha? Nuk është një asteroid, më duket. Është Astroja!
është i gjithë Fahim. Duhet ta kisha dalluar që ishte Astroja nga fotot në televizor. Je por është Fahimi gjithi. E dija që kishte diçka veçanërisht dyshuese tek ky. Sikur të kishte ndonjë mënyrë për ta hipnotizuar atë nga brenda. E të doja të gjeje një dalje, por unë kur nuk kam qenë më përpara brenda një balene. Unë dhe babi dikur kemi shpëtuar nga barku i një balene. Vërtet, si atëherë? Ne dolëm përsëri ande nga hyn, sepse balena hapi gojën për të dështitur. Jo, nuk është një ide e mirë kjo se mban gjithkohë mbyllur gojën. Oh, sa shumë do të doja ta kisha mësuar shkencën. Ashtu do të mendoja për diçka shkencore tani. Babi kishte të drejtë. Çdo gjë që mëson ka vlerë. Më ka marrë malli për të. Dhe Figaro, për zanën blu, sa do doja të ishte këtu. Ajo e di se çfarë duhet bërë. Pinok. Dëgjoj. Ai dëgjove atë? Çfarë të dëgjoj? Pinok. Ja ku foli përsëri, është zana blu. Po si jo, kurse unë jam mbreti i hënës. Pinok. Ti nuk u binde përsëri, dhe përsëri e theve premtimin që i bëre babait. E po, unë doja të shkoja në shkollë. Pastaj takova zotin Sharp dhe zotin Gruvi rrugës, por nuk ndalova të flas me ta. Edhe gjeta një libër mbi hipnozën. Ja, unë nuk e mbajta premtimin që bëra. Unë doja të bëja diçka të mrekullueshme, që ta bëja babin të pasur, dhe ti të ishe krenare për mua. Mos qaj tani, dashur Pinok, do dalim që këtu, por mjaft fole me vete se do të bëhemi të shpëndur që të dy pastaj. Nuk e mendove mirë, djalosh. Tani zemra e babait tënd është thyer, dhe veç kësaj mosbindja jote nuk të ka vënë vetëm ty në rrezik, por edhe shokun tënd ndërtillin. Për këtë ti do të dënohesh, por unë do të ndihmoj. Mendo, çfarë e bën një balen të jetë ndryshe nga gjithë peshqit në det? Mendo. E po, balena është më e madhe. Ajo ka një vrim në shtyllën kurizore nga Delui. E gjeta! Myrtle, ne të dy do dalim nga vrima e Astros! Me shkreti djalë, kisha frikë që po të mbyllesh e këtu do të bënd të keq. Vrima! Vrima! Kjo është vrima, më duket! Këtë thashe në unë! Shumë mirë, Pinok, shkojmë atëherë me njëherë! Zana blu më ndihmoj! Nuk kemi kohë për zana tani, Pinok! Ajo pas ka ikur! Ja ku po nisemi! Ajo duhet jetë atje. Duket si një guv, apo jo? Mendon se du t'ja dali? E po si shtemi ne në planetin ton. E ja vlen ta provosh djalosh i mbar. Sa errësirë është këtu sa që unë nuk mund dalloj asgjë. Wow, u përplasëm! Me pak fat, ne ndoshta dëmtojmë vetëm anijen dhe nuk do dalim kurrë që këtu. Ja një dritë! Ku? Nuk është drita ajo ore trupeshka, ai është ylli polar. Shiko, Pinok, ne kemi dalë më duket! Kemi dalë! Kemi jashtë, shpëtuam! Edhe ja ku po vim! Hej, mos bëj zhurmë se s'dua që Astrojat na zbuloj. Bëj mirë të ul ventilatorët. Uroj të mos ta dëmtoj anien. E them që nuk është shumë më mirë. Ja ku është problemi. Wow, është formuar bishti i anijes. E bë, mos u habit që kur të zbarkojmë në tokë, unë do t'jem breshka e bërsup edhe ti një kuti e shkatëruar fare.
Ja ku është toka. Nërtull, çfarë ke? Shiko pak! Si ke punën tani, duke sigur ke parë astron. Ti je pinguin! Pinguin! Ti je një pinguin! Pinguin! Funksionoi? Mos e mërzit, do zbatoj mësimin 2. Ti je një statuj, ti nuk mund të lëvizësh. Çdo muskul i trupit tënd është i ngrirë. Ti je një statuj ujore. Atëherë? Të shohim çfarë thot në mësimin numër 3. Çfarë thot pra? Nëse dështojnë të dyja tentativat e hipnozës, rrotullon një objekt të rrethuar me ngjyra, rrotull e rrotull, për ta vënë në gjumë subjektin tënd. Ne nuk kemi një objekt me ngjyra të ndryshme. Shiko! Jo, nuk e përballoj dot më. Diçka nuk shkon me astron. Po ashtu mendoj dhe unë, por funksionoi, më duket hipnoza jote funksionoi. Balena u hipnotizua. Po lidhni me njëherë me Washingtonin. Me që ka pasur shumë komplikime, edicioni i radhë do të jepet tani shkurtimisht. Fillojmë me njëherë pa humbur kohë. Si thua, si kur ta fillojmë festën që tani, Figaro. Pinoku akoma nuk ka ardhur në shtëpi. Dhe me sa duket pas ka pasur shumë komplikime. Po ja ku është ajo, Pinok? Se shpejti do t'jesh në shtëpi me njerëzit e dashur të tu. Babi dhe Figaro. Edhe mos haro të zanën e vogël që Zoti e bekov zemrën e saj blu, edhe nuk e di përse, por të do shumë me siguri Pinok i dashur. Ajo mbase të kthen në një djalë, është e vërtet, Pinok. Mos e bërë në dyshim. Në fakt astrobalenën nuk e ka pa unë, por e ka pe ti. Jo, po të mos e kishe hipnotizuar ti me atë hilen tënde, ne nuk do ta kapnim kurrë atë. Ajo ishte rastësi, sepse lëvizja e Anijes e bëri atë. Ha, mik, mos u trishto tani, sepse je afër shtëpis. Ja, edhe pak edhe do të zbresim patjetër. Shiko, Ania që tani ka filluar zbarkimin dhe o zot, balena na ka dalë përpara. Duhet ta ndalojmë këtë shpejtësi kaq të madhe. Ta ndalojmë, por si? Shtypim butonin, nuk e di se si, shiko, ajo po vazhdon të Terezin e saj. A thua do përplasim motorat tanë të vegjël me të sajat? Mos do të thuash se nuk ka rrugë zgjidhje? Sigurisht që ka rrugë zgjidhje, duhet të presim litarin e saj me njëherë. Po Astros, ç'do të ndodh? Nëse ajo ecet me atë shpejtësi, do të shpërthej si meteor ose do të përplaset keqas në tokë. Oh, por kjo që nga vërtet e tmerrshme. Nuk mund ta lejojnë të bëhet copa. Nëse përplaset me tokën, atëherë ai do të lëndojë edhe njerëzit që ndodhen aty. Ai mund të bjerë edhe në dyqanin e lodrave të babait. Nërtull, duhet ta ndaj. Është e pamundur tani. Nëse ai do të ishte kthyer mbrapsht, çdo gjë do të ishte në rregull. Por nuk kemi asnjë zgjidhje tani, Pinok i dashur. Si thua, ha? Pinok? Pinok, çfarë po bën aty? Pinok, ja këtu më njëherë. Afro pak Nërtull, do ta tërheq me litar. Ta tërheqesh me litar? Çfarë po thua, Pinok? Në rregull.
Pinok! Por ti rrezikove jetën për të shpëtuar të tjerët, madje edhe armikun tënd. Sa i guximshëm dhe bujar ishte ai veprim. Dhe ti tregove edhe një herë se sa vlen. Zgjohu, Pinok. Zgjohu, djali vogël. Po përse le kaq shumë, Figaro? Pusho me një herë. Shiko çfarë bëre tani, zgjove Pinokun dhe... Pinok! Babi! Oh, Pinok, djali im i vogël, Pinoku im! Babi! Babi! Oh, pa pritë të shoh një herë, të lutem. Ku është hunda jote? Më thuaj që ndodhi hundës tënde. Fytyra jote, duart e tua, këmbët e tua. O, Pinoku im, ti e përsëri një djali vërtet. E po, mirë atëre Pinok i dashur, si shtuat dhe në fundin e tregimeve shkencor, unë duhet i iki tani patjetër. O, zot Nërtël, duhet të ikësh patjetër? Po, më duhet të kthehem në Turtle D edhe të shkruaj reportazhin tim për Marsin. Ti e di si e ka biznesi i agjentëve sekret? A do mund të të shoh përsëri? Po, ka mundësi, sepse unë i bëj gjithmonë lëmsh planetet. Miru pafshim, Nërtël. Çfarë do të thotë ndryshim minor, të lutem? Ndryshim minor! Ndryshim i vogël, djalosh! Ndryshim i vogël? Babi, që tani e tutje, unë do të bëhem shumë i mirë dhe do të studioj shumë. Jo vetëm shkencën, por të gjitha mësimet e mia. Çfarë ishte ajo? Janë një tjetër kozmike që shkon në shtëpi. Fal zotit, tani që Astro iku dhe Pinoku do bëhet më i mirë, dhe ne do jemi pak në qetësi e gjëra do ndryshojnë. Oh! Jo për shumë kohë, nën. Jo për shumë kohë. Për Pinokun, ky nuk është fundi.